Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Sot në ditën e Kurban Bajramit, Blu Televizion uron të gjithë besimtarët musliman gëzuar. Me qindra besimtar musliman në Vlorë kanë falur në Pallatin e Sportit Flamurtar namazin e Kurban Bajramit. Të pranishëm besimtar vlonjat, por nuk kanë munguar as besimtarët me kombësi të huaj, kryesisht nga Egjipti, Maroku, India dhe Franca. Me qindra besimtar musliman në Vlorë kanë falur në Pallatin e Sportit Flamurtar namazin e Kurban Bajramit. Besimtarët vlonjat, por nuk mungojnë as besimtar me kombësi të huaj, kryesisht nga Egjipti, Maroku, India, Franca dhe të tjerë. Falja e namazit të Kurban Bajramit është drejtuar nga Miftiu i Vlorës Ardit Hoxhallaku. Fjalën e tij përpara besimtarëve, Miftiu i Vlorës e ka përqendruar në disa pika. Gjithçka sipas Hoxhallakut nis nga familja. Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë, e cila po cënohet dhe është detyra jonë që ta mbrojmë, ta duam dhe ta respektojmë. Pika e dytë është gjua, për të cilën Hoxhallaku thotë se të gjithë duhet të japin kontributin për ta ruajtur pasi po masakrohet. Nëse u mbet gjua, tradita dhe kultura, një popull humb identitetin. Hoxhallaku thotë se gjua duhet përdorur gjithmonë për mirë. Pika e tretë është toka që ka dhuruar Zoti i gjithësisë. Teksa sipas Miftiut Hoxhallaku, në këtë tokë të gjithë kanë tentuar ta marrin. Sipas Hoxhallakut, mbrojtja e dheut është një përgjegjësi. Jemi zoguluar sipas tij, edhe për fajt të politikës, e cila ka përdorur metodën e shpopullimit. Tokën atë dheun tonë sipas tij po e shet politika. Hoxhallaku ka dhe një apel për policinë e shtetit që të bëjë detyrën siç duhet për të ndalur aksidente tragjike me pasojë humbjen e jetës. Ne besojmë në drejtë e çdo njeriu, e çdo pjesë, por ne nuk mund të tolerojmë që në emër të familjes të bëjmë parada organizata të tilla që janë kanëri në familjes. Nuk mund të vetëramojmë një kush familje të një shenjë për të lënë në të përmëndet të qenë familjes, por në të qenë në emër të familjes. Prandaj besimtarët duhet të dinë se Allahu na lejuar prej kullit të juve dhe na lejuar për familje ashtu siç ka dhënë. Secili prej Nga Vlora nuk mungojnë as urimet për Kurban Bajramin nga besimtar vendas dhe të huaj të gjendur në qytet për të falur namazin. Zotin për këtë ditë që na i bëri të mundshme, falenderoj gjithë muslimanët dhe muslimanet dhe gjithë dashamirësit gëzuar festë Kurban Bajramit. India. Yes. Now in Vlora for Bajram. Bajram is good. Yes. It's very good. Dëshmoj dhe deklaroj se ka sot tjetër që meritohet të adhurohet me të drejtë për Allahut. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. I am from India. Gëzuar Bajrami. Yes, I live in Vlora. I spent here one year. Very nice Vlora, and God bless him. Every people is very good, and Vlora also too much good, and a beautiful country also. Albania too much good. Albania is beautiful. Egyptian. Që burojnë nga zemrat e besimtarëve në këtë ditë. Ja. Në këtë ditë kur dërguari i Zotit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë Ja. se është dita më e mirë e vitit.
në këtë ditë ku çdo musliman gëzon dhe Kam sana fina inte. ku sot ka njerëz në shtëpinë e Allahut, të cilët e përmendin atë dhe e madhërojnë atë. Në këtë ditë të nderuarit e mi, ne përkujtohemi se adhurojmë Allahun, Zotin tonë, një të vetëm, të pashok, dhe se ati i falemi, dhe se për të ne presim kur Për të ditë, ne presim, ne jemi besimtar, besojmë në Zot, edhe në fe, kemi respektin e njerëzit dhe jemi ka ndihmave të bashkëve. Po çdo vit me 3 djem dhe nusën e me mbeta. Sa më mirë, po jo për mua, po për gjithë popullin shqiptar. Belgium. I come from Belgium. Okay, you are in Vlora, live in Vlora? Yes, in the Vlora. I am origin Moroccan. I come from Belgium. Kurban Bayrami është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman. Kurban Bayrami sipas traditës islame ndërron gatishmërinë e Ibrahimit për të flijuar djalin e tij, Ismailin, si veprë e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit. Myftinia Vlorë ka organizuar këtë të mërkur pritjen e autoriteteve me rastin e festës së Kurban Bayramit, të pranishëm personalitete lokale dhe përfaqësues të komuniteteve fetare, si dhe përfaqësues të partive politike të Vlorës. Sot është Kurban Bayram, është një festë e cila na kujton edhe njerëz sa e rëndësishme është falja, sakrifica, ndarja me njerëzit më pak të mundur edhe dhënia një dore për ndihmë në nevojë. Një ditë të cilën unë do doja që të ndaja një mesazh për të qenë të përbashkuar edhe në pranë njëri tjetrit, në ditë mira dhe në ditë këqija. Një qytet i përbashkuar është një qytet që lulëzon. Kënaqësinë nga myftinia të përcjellim sot urimet më të përzemta për të gjithë besimtarët. Uroj të gjithë besimtarët musliman dhe të gjithë popullin shqiptar në veçanti një fest të shenjtë që të sjellë paqe, harmoni, begati dhe mbi gjitha solidaritet. Të shënuar të Bayramit, dëshiroj që të uroj gjithë shqiptarët kudo që janë, gjithë besimtarët musliman dhe jo musliman, sepse bashkëtesa fetare në Shqipëri është shumë e theksuar, gëzuar të gjithëve, gëzuar miftiut, stafit miftinisë dhe të gjithë vlonjarëve kudo që janë. Qoftë një vit i mbar i begat për çdo familje. Ditë shënuar të festës së Kurban Bayramit, uroj të gjithë muslimanët, të gjithë shqiptarët gëzuar, paqe, prosperitet në familjet e tyre dhe sa më shumë begati dhe harmoni me njëri tjetrin për gjithë shqiptarët dhe të gjithë vlonjatët. Të shënuar për të gjithë besimtarët musliman, ku sot shprehet besimi tek Zoti dhe sakrifica për atë besim. Njëkohësisht në këtë ditë nuk ndahen vetëm ato ushqimet apo mishi apo kurbani që bëhet, po ndahet edhe dashuria edhe miqësia me njëri tjetrin. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, gëzuar këtë fest, të kenë mirësi, dashuri për njëri tjetrin, edhe respekt edhe besim tek Zoti. Faleminderit. Qytetarëve të Vlorës, gjithë qytetarëve të Shqipërisë, gjithë banorëve, përfaqësuesit e komunitetit musliman, gëzuar Bayramin, begatia, paqja dhe harmonia mbretëroft në shtëpitë tuaja, gëzuar dhe Zoti bekof shqiptarët dhe Shqipërinë. Atëherë të gjithë besimtarëve musliman të qytetit të Vlorës dhe mbar shqiptarëve ju uroj gëzuar Bayramin e Kurbanit. Qoftë kjo ditë një ditë të sakrifice, solidariteti, mirëkuptimi dhe pajtimi mes të gjithë shqiptarëve, pa dallim feje, sepse sot më shumë se kur kemi nevojë që të mirëkuptojmë njëri tjetrin dhe të dimë të ndajmë atë që kemi bashkë me vëllezërit tanë. Edhe një herë gëzuar të gjithëve. Jam me mikun tim, Mufti Arditin, për të kaluar pak kohë në këtë ditë festës të Kurban Bayramit. Vi me kënaqësi për të treguar atë dashurinë që kemi me njëri tjetrin dhe dashurinë që kemi ndërmjet besimeve tona dhe besimtarët tanë, këtë harmoni që kemi. Dhe doja të uroja, gëzuar festën e Kurban Bayramit,
tjetë këto festa të jenë festa me paqe, me gëzime, me lumturinë gjithë familjet shqiptare në Gëzuar. Faleminderit. Mëfti edhe një të falenderoj. Vjet gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë kjo fest e sakrificës, e solidaritetit, e paqes dhe harmonisë, vërtet ashtu siç Zoti e thot atë, gëzuar nga motë Mëfti. Faleminderit. Dhe Shamria, urojmë gjithë besimtarët musliman, gëzuar festën e Kurban Bajramit, qoftë një vit i mba dhe i begat, paqja dhe lumturia qoftë pranë tyre dhe në familjet e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Jemi sot pranë Miftinisë për t'i uruar ditën e shënuar të Bajramit, gëzuar Kurban Bajramin, qoftë një ditë e bekuar për gjithë shqiptarët dhe qytetarët e Vlorës, paqja, harmonia, dashuria mbi zotroft në çdo familje. Mifti, faleminderit dhe mbarësi. Faleminderit. Qindra besimtarë musliman janë falur mëngjesin e kësaj të mërkure në namazin e Kurban Bajramit në pedonalen kryesore të qytetit të Beratit, në një atmosferë përkushtimi dhe besimi. Në Fier namazi është falur në sheshin qendror të qytetit, ndërsa në Gjirokastër në pallatin e sportit të qytetit. Qindra besimtar musliman falën mëngjesin e kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në pedonalen kryesore të qytetit të Beratit, në një atmosferë përkushtimi si dhe besimi. Falja u drejtua nga Miftiu i Beratit Bilbil Talla, i cili në mesazhin e tij për besimtarët përsolli urime për më shumë paqe, mbarësi dhe begati në çdo familje shqiptare. Ai bëri thirrje për solidaritet, mirëkuptim dhe ndihmë ndaj njerëzve në nevojë, duke theksuar vlerat që përcjell kjo festë e shenjtë. Allah dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. O musliman, në këto ditë feste futni në zemrat tuaja gëzim dhe hare, lumturi dhe kënaqësi. Kështu pra, për muslimani festa është çdo ditë në të cilën ai nuk e kundërshton Allahun dhe nuk i bën gjunahe atij. Qindra besimtar musliman në Fier po ashtu kanë falur në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure namazin e Kurban Bajramit në sheshin qendror të qytetit. Rritit të faljes i ka paraprirë me fjalën e tij kreu i Miftinisë Mikel Hazizolli. Salavatet, selamet, përshëndetit në përzemërta i çojmë për profetin tonë Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që do ta pasojnë rrugën e tyre deri ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, Kurbani është një shprehje përkushtimi, sakrifice, sinqeriteti dhe nështrimi ndaj vullnetit hyjnor. Ky nështrim e përkushtim simbolizohet në mënyrë kulmore me Ibrahimin dhe Ismailin alayhimus salam. Njëkohësisht kjo ndjenjë e sakrificës dhe e përkushtimit dallohet qartë që në këtë orë është një ardhje kaq e vullnetshme, kaq e natyrshme nga secili prej nesh në këtë shesh, vetëm për të adhuruar, vetëm për shpresuar mëshirë dhe falje nga Zoti i botëve. Prandaj Zoti e beqaton çdo kënd që ka prezantuar këtë shesh vetëm për të madhëruar Allahun Azza wa Jall. Besimtarët musliman në Gjirokastër gjithashtu kanë falur namazin e Kurban Bajramit në pallatin e sportit të qytetit. Miftiu i Gjirokastës Ermir Xhana ka vënë theksin tek sakrifica, përkushtimi dhe përulja si simbole të kësaj feste, ndërsa e vuri theksin po ashtu edhe tek rëndësia e bashkimit dhe familjes. Dua që të përcjell urimet e mia më të përzemërta për një Kurban Bajram sa më të gëzuar, të begat, të bollshëm dhe përgjegjshëm për të gjitha familjet shqiptare. Le të jetë kjo festë një festë e afrimit me Zotin, me krijuesin ton, por nëpërmjet veprave të mira, nëpërmjet solidarizimit, nëpërmjet afrimit me shoqërinë ton, nëpërmjet të ndarjes së sofrës ton me ata që kanë më pak mundësi. Dua në përfundim të fjalës time që të gjithë besimtarët musliman të rrethit të Gjirokastës, por të mbar Shqipërisë, por edhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë, t'i uroj për shumë vite të tjera, të gëzuara, të begata, edhe festa të tilla të kenë gjithmonë në familjet e tyre. Ju faleminderit edhe gëzuar festën e Kurban Bajramit për shumë vjet.
Krerët e shtetit dhe politikës kanë uruar besimtarët musliman për Kurban Bayramin. Presidenti Bariam Begaj ka uruar festën e Kurban Bayramit nga Meka për më shumë begati e harmoni për familjet shqiptare, ndërsa kryeministri Edi Rama ka ndarë urimin teksa ka publikuar një video nga atmosfera festive pranë xhamisë të Namazgjas. Krerët e shtetit dhe të politikës uruan besimtarët musliman për Kurban Bayramin, një nga festat më të rëndësishme të beslimit islam. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar festën e Kurban Bayramit nga Meka, aty ku miliona besimtarë nga e gjithë bota bashkohen në lutje. Begaj thotë se kjo ditë është kujtesë për sakrificën, për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin me njëri tjetrin. E ndërsa uron më shumë begati e harmoni për familjet shqiptare, presidenti shkruan po ashtu se forcohemi kur ndajmë njëri tjetrin edhe dhimbjen e përgjegjësinë. Begaj shpreh se festat të tilla kujtojnë vlerat e familjes, besimit dhe respektit. Të dashur besimtar musliman nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes, në këtë ditë të shënuar të Kurban Bayramit ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja. Kurban Bayrami është kujtesë për sakrificën, për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin me njëri tjetrin dhe kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Shoqëria bëhet me fort kur njerëzit ndajnë jo vetëm gëzimin, por edhe dhembjen dhe përgjegjësinë për tjetrin. Gëzuar Kurban Bayramin, Zoti sjell paqe, mirësi dhe begati në çdo vatër shqiptare, përfundon mesazhin e tij të urimit presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndau urimin e tij në një postim në rrjetet sociale, ku publikoi një video nga atmosfera festive pranë xhamisë së Namazgjas, teksa në sfond shpërthejnë fishek zjarët. Ditë e bekuar, natë e ndritshme, gëzuar Kurban Bayramin, shkruan Rama në postimin e tij në Facebook. Një grup turistësh nga Irlanda me profesione të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushimi në Shqipëri, ndërsa Vlora sipas tyre është një surprizë e bukur. Kështu qyteti bregdetar vijon çdo ditë më shumë të regjistrojë turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Vlora vijon çdo ditë edhe më shumë të regjistrojë turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe botës. Një grup turistësh nga Irlanda me profesione të ndryshme kanë zgjedhur të kalojnë disa ditë pushimi në Shqipëri dhe natyrisht pjesë të qëndrimit të tyre në vendin ton kanë vendosur të kalojnë edhe në Vlorë. Sitet dhe objektet kulturore dhe fetare për të zonat historike të qytetit përveç Bregdetit kanë qenë në agjendën e tyre gjatë vizitës në Vlorë. Duke ardhur nga një vend si Irlanda me klimë të ftohtë, ata janë shprehur të surprizuar nga ajo çfarë kanë gjetur në Shqipëri dhe në Vlorë. Duke vlerësuar mbi gjitha klimën, mikpritjen dhe padyshim ushqimin, turistët kanë theksuar se Vlora mbetet një vend ideal për të kaluar disa ditë pushimi. Duke e njohur vendin ton vetëm nga ato që kishin para apo dëgjuar më herët, ata vendosën ta eksplorojnë nga afër, ndërsa përshtypjet kanë qenë padyshim pozitive. You're from Ireland. Jemi nga Irlanda. Ka një ndryshim shumë të madh referuar klimës që kemi gjetur këtu. Një vend ku të ofrohet shumë dhe dua të veçoj faktin se mikpritja është diçka që më ka surprizuar. Pastaj dua të theksoj se ushqimi është cilësor. Bio do të thosha. Really lovely country and some lovely buildings. Ireland. Yes? We're all together, yes. Kanë dëgjuar diçka më parë për Shqipërinë, përpara se të Did you heard something before about Albania? Well, we always were interested in finding out about Albania because it was not much in the news in Ireland and people hadn't visited here, for many years. So when it came available, we said, why not? It's to see the culture and meet the people. Well, my first impression is that the Albanian people themselves. Një vend që më ka surprizuar. Unë këtu jam për pushime dhe nuk di të them pse shumë shqiptar preferojnë të jetojnë në vendet tona. Flas thjesht për pushime dhe gjithçka këtu më ka pëlqyer. Është shumë bukur dhe e rekomandoj si një vend për të kaluar pushimet. Well, the thing is, we're all past working age. We're here for a holiday. We're not looking to earn money. Your impression for Albania? It's very nice, it's very good. It's a great country and the people are very friendly and I've read about down the years and that. The time of your Hoxha, story of Hoxha. We visited his house yesterday. Vlora mbetet kështu një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj, ndërsa nga viti në vit zgjerohet numri i vizitorëve dhe i kombësive të ndryshme, të cilët e cilësojnë Vlorën dhe Shqipërinë si një vend ideal për të kaluar pushim.
Sipas Travel and Tour World, Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik, duke u pozicionuar gjithnjë më fort në destinacionet më dinamike në Europë, teksa po përgatitet për një tjetër sezon me rritje të lartë të fluksit turistik të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore. Shqipëria po hyn në një fazë të re të zhvillimit turistik, duke u pozicionuar gjithnjë më fort si një nga destinacionet më dinamike në Europë, sipas Travel and Tour World. Pas një rekordi prej mbi 12 milion vizitorësh ndërkombëtar, vendi po përgatitet për një tjetër sezon me rritje të lartë të fluksit turistik, të mbështetur si nga atraksionet natyrore dhe kulturore, ashtu edhe nga inovacionet digjitale që po transformojnë përvojën e udhëtimit. Integrimi i shërbimeve moderne të lidhjes mobile po e bën Shqipërinë një destinacion më të aksesueshëm, më të lidhur dhe më konkurrues në tregun global të turizmit. Rritja e shpejtë e turizmit është shoqëruar me nisma të reja teknologjike që synojnë përmirësimin e përvojës së vizitorëve, me shërbimet e lidhjes mobile të prezantuara si pjesë qendrore e infrastrukturës moderne të udhëtimit digjital. Sektori i turizmit në Shqipëri ka vazhduar të zgjerohet me një ritëm të jashtëzakonshëm, i mbështetur nga përmirësimi i infrastrukturës, rritja e dukshmërisë ndërkombëtare, si dhe kërkesa e lartë për destinacione mesdhetare dhe ballkanike. Autoritetet e turizmit kanë parashikuar një rritje të vazhdueshme të nxitur nga interesi global në rritje për destinacionet bregdetare, trashëgiminë, vendet kulturore dhe peizazhet natyrore të vendit. E një nga destinacionet më të njohura që po nxit bumin turistik të Shqipërisë ka qenë edhe Riviera Shqiptare, e cila vazhdon të tërheqë një numër të madh vizitorësh ndërkombëtar në kërkim të peizazheve të virgjëra, ujrave të kristalta dhe hijeshisë bregdetare. Kompania Mapco, e drejtuar nga biznesmeni Bexhet Pacolli, ka fituar gjyqin në gjykatën e lartë për çështjen e aeroportit të Vlorës, duke fituar dhe kontrollin mbi këtë të fundit, që është kthyer në një moll sheri me ortakësh dhe e çoi në bllokimin e punimeve atje. Aeroporti i Vlorës, gjykata e lartë rrëzon kërkesën e Valon Ademit i rikthen Mapcos së Bexhet Pacolli të drejtën për administrimin. Gjykata e lartë i dha drejt kompanisë Mapco të biznesmenit Pacolli në përplasjen për aeroportin e Vlorës, duke rrëzuar padinë e kompanisë Dyja Group të Valon Ademit dhe duke i rikthyer kontrollin mbi projektin. Vendimi përmbys qëndrimet e dy gjykatave më të ulta, të cilat më herët kishin kufizuar të drejtat vendimarrëse të Mapco për shkak të konfliktit mes ortakëve. Kompania Mapco, drejtuar nga biznesmeni Bexhet Pacolli, ka fituar kështu gjyqin në gjykatën e lartë për çështjen e aeroportit të Vlorës, duke fituar dhe kontrollin mbi këtë të fundit, që është kthyer në moll sheri mes ortakësh dhe që çojnë bllokimin e punimeve. Kolegji civil i gjykatës së lartë ka vendosur të rrëzojë padinë e bërë nga shoqëria Dyja Group, e drejtuar nga biznesmeni Valon Ademi. Më herët, dy gjykatat e faktit i kishin dhënë të drejtë kompanisë Dyja Group në lidhje me kërkesën për sigurimin e padisë dhe pezullimin e drejtave vendimarrëse të ortakut tjetër Mapco, derisa vendimi të merrte formë të prerë. E gjithë përplasja ka nisur muaj më parë, ndonse palët kishin firmosur një kontratë notariale ku pjesa e aksionit të shoqërisë Ademit shkonte nga 2 në 49%. Kontrata nuk ishte regjistruar në QKB. Sipas Dyja Group, ortaku Mapco në fshatësi dhe pa vendim asambleja vendosi vetën që çdo kontratë pezulloi dhe këtë vendim e regjistroi si Mapco dhe jo fakt si Vlora International Aeroport. Me njëherë pas kësaj, kompania Ademit kërkoi gjykatës pezullim në veprimeve të ortakut deri në një vendim të dytë. Gjykata e pranoi asaj kohë dhe bllokoi veprimtarinë e Mapcos që të marrë vendime në asamble. Pas vendimit të shkallës së parë në favor të tij për sigurimin e padisë, dhe gjykata e apelit la në fuqi të njëjtin vendim që i njeh shoqërisë Dyja Group administrimin e aeroportit të Vlorës dhe mos lejimin e marrjes administrimit të propozuar me një status të palishëm me qëllim firmosje në kontratës për tjetërsimin e aeroportit nga përfitues të panjohur për të cilët shteti shqiptar nuk do të kishte jurisdiksion për ta kontrolluar dhe duke ngritur padinë ndaj kësaj kontrate të kamufluar si kredi. Por gjykata e lartë përmbysi skenën duke thyer kontrollin e aeroportit tek Mapco e biznesmenit Bexhet Pacolli. Pak ditë më parë, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi paralajmëroi prishjen e kontratës koncesionare të aeroportit të Vlorës pas konfliktit mes aksionerëve. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.